Grupe kriminale të drejtuar nga bosët nga Shqipëria e që mbushinin Finlandë me drogë, kryesisht ato sintetike, janë shkatruar përmes një operacioni të përbashkët finlandezo-shqiptar. Trafiku i drogës organizohet nga Shqipëria dhe më pas anëtarët e grupet e trafikonin ata nga Spanja e Holanda. Grupi është goditur nga SPAK në bashkëpunim me autoritetet finlandeze pas një hetimi 2 vjeçar, pasi procedimi penal u regjistruar në qershor të 2023-shit. Bëhet fjalë për të paktën 4 grupe kriminale me drejtues shqiptar që karakteristikë të veçantë kishin bashkëpunimin mes tyre për trafikun e drogës, kryesisht asaj sintetike. Operacioni i zhvilluar mëngjesin e së martës 3 qershor ka çuar në pranga 9 persona në territorin shqiptar, ndërsa 2 të tjerë janë ende në kërkim. Ndërkohë në Finland 55 persona anëtar të këtij grupi rezultojnë të dënuar, 10 prej tyre shqiptar, pjesa tjetër finlandez, polak, rumun, aziatik e afrikan. Gjatë operacionit përvënë në prangat e trafikantëve nga forcat e policisë dhe agjentët e PKK-s janë sekuestruar 8 automjete, telefona celulare dhe shumë dokumente me vlerë për hetimin, dokumente në gjuhën finlandeze me të dhëna të rëndësishme për aktivitetin kriminal të personave dhe lëvizjen e parave.